Të dashur miq të kronikës tonë Tulipani, mirë se u gjaj, e mirë se vini në kronikën tonë Tulipani. Anë kanë bots, çdo shqiptar e çdo kush është i mirëpritur me respekt e miqësi. Të dashur miq, tash flasim pak për Shqipërinë. Aty është pika jonë, aty është emisioni jonë, aty është qëndrimi jonë, Shqipëria. Flasim për vendin tonë, të bëhet vendi jonë më i bekat. Si bëhet vendi jonë më i bekat? Vendi jonë bëhet më i bekat kur stopohet emigrimi, kur të rit gjajnë punë në Shqipëri, kur të rit nuk nënçmohen nga shteti, nga qeveria, nga e prër, nga komunat, nga e prërtën privat të tyre. Nëse nuk përçmohet rinia, do të thotë që ngrihet Shqipëria. Pra, pika kyçe e këtij muhabeti, e këtij emisioni është si ta mbrojmë rinin tonë të mos ikin jashtë. Na të gjithë dim bukur flasim, të gjithë. Edhe unë e kam qenë atje, kam i këtu tash flas bukur. Ndoshta me pa qenë atje, nuk është që nuk kisha bërë për vendin tim, kam bërë gjithmonë dhe bëjnë gjithmonë për vendin tim, po ndoshta do kisha vendin tjetër, po tani që shoh se si është demokracia e vërtet, si është shtet i shtet, si është kuadër, si është intelektual, si shoh këtu në vendin ku jetoj, në dhem shpirti për Shqipërinë. Këtu, populli është ndërgjegjshëm, edhe shteti është ndërgjegjshëm. Në Shqipëri nuk them që janë të gjithë të ndërgjegjshëm, ka ndërgjegje të mëdha në popullin shqiptar. Sidomos, rinia shqiptare duhet të jetë tepër mos e ndërgjegjshme. Po bëhet për të folur mirë, haptas, kur me imagjinon një njerëz, jo imagjinon, po kur e shikon në televizor një debat që vjedhen me qindra mijëra, miliona, miliarda euro, e ai i ri, ka mbaruar shkollën, ka mbaruar profesionin inxhinier, o doktor, o mësues, o pedagog, o biolog, o agronom, o diçka ka marruar me shpresë për të ardhmen e tij, e kur i shet gjitha ato goditje, vjedhje, një pas njëshme që thuhen ato, tash thonë ata janë po vërteta se s'kan dalë gjyqe, s'kan marruar gjyqet, pa ata i bën gjyqet vet. E kështu që po du me thonë kjo shuhet rrezja dritës. Shuhet rrezja dritës ati triu që ka marruar atë shkollë. Se thot, për qa? Qa u bon? Unë pa punë, a i miliarda vjedh. Edhe, rrin aty, se dhe në kush, si thot kush gjo. E qonë një për ta dënuar në burg, gjoja, a akuzohet për shembull me miliarda euro, janë gjerin më të mëdhat, ka ble rroba të mrenshme për grua në pos, atë çka të tillë. Do me thonë, një loj e brendshme politike për të mbajtur njëri tjetrin e për të mos e lëshuar shtetin. Pra, kjo ka politike. Kjo ka se egër politike. Se kësaj nuk mund t'i thot kush ka se but politike. Kjo ka se egër politike, duhet morën mosa popullit që ta heqin. Me zjarësin e popullit si që bëm në vitet 90-ta, të heqet edhe njëherë kjo ka se egër politike, të dalin të rritë që po ikin në Amerikë, po ikin në Spanjë, po ikin në Hollandë, po ikin në Gjermani, po bën kryetar komunës, po bën kryetar bashkisë, po bën njerëz të njohshëm, po bën inxhiniera, po bën mësuesa, po ecin shumë përpara në vendin ku ju ecë drejta. Kush në vendin e vet, po është vet, po
shoqëri, pa miqësi, pa parti, nuk ecën kurkun. Pra lutem çdo shqiptari ta mbyllim këtë plagë. Ta mbyllim këtë plagë kaq tegër, kaq të vështirë.